Timi është me medikamente apo është me menaxhim? Këtu është edhe problemi krejt kësaj. Normalisht në format e lehta, ne mund edhe mos ta trajtojmë me aparaturë. Këtu hynë menaxhimi i peshës. Apo, nëse hekim peshë mund të rrallojnë. Me rregullimin e peshës, ulja e peshës, si me metoda të dietës, apo metoda... Fitness. Edhe me metoda tash i kanë dalë ilaçe shumë të mira, domethënë që po përdoren për trajtimin e obezitetit. Po që duhet me udhëzimet e mjekut, patjetër. Pikërisht, janë treg, janë të përdorur, unë shpesh po ja rekomandoj te pacientë që kanë apne, që me marrë këto ilaçe janë shumë mira, është mirë për shembull është edhe Ozempiku që po përdoret për fatkesto po abuzohet për çështje estetike. Prandaj e thash gjithmonë me rekomandim tekut që mos del nga ne një pikërisht. Ajo është indikacion mjekësor që duhet sakt. Për çka dhe duhet. Nëse mjeku ju thotë që mund ta bëni, ju do ta bëni. Edhe pastaj janë edhe rregullimi i pozicionit të shpinës. Nëse shohim me poligraf që aty ndërprerje ka vetëm pozitë shpinës. Shpinës që janë zakonshme. Janë disa pajisje që vendosin në formë jashtëkave të shpinës që janë treg, këtu ende ndoshta nuk ka, po mund t'i gjejmë që vendosin kur të flan që nuk rrinë në shpinë, e lakojnë. Është një jashtëk që vendosen brapa shpinë dhe flan me ta. Edhe faktikisht gjatë natës nuk e lejon njeriu. Si fushnjeve që ja u vendosim natën, prende nuk e lejon me najt në shpinë dhe flan krah, që është po ashtu e mirë. Janë disa pajisje që vendosen në gojë, tash disa stomatolog kam dëgjuar që janë të kryt këtë trajnimin edhe dojnë me fillu me mirët, masa, protezat edhe në formë protezave, vendosin mbrëmje edhe e shtyjnë nofullën pak më përpara, mirë që mos me pas. Po kryesorja, trajtimi kryesor, se mos të format e mesme dhe të rënda është sipapi. E këtu pakës njerëz pak neglizhojnë, tërhiqen, e kanë atë, do të thënë, nuk janë shumë... Pse? Sepse në Kosovë, sësa nuk ka stigma. Stigma është shumë e madhe dhe ti për shembull nëse i thu sipapi është një aparaturë e vogël që e ka një gyp të ajrit edhe vendoset në çdo natë. Çdo natë kur flant, e vendos në hund atë gypin edhe ai me nshon një presion. Edhe nuk e lejon mu mbyll rrugët e frymarrjes. Po. Edhe njerëz kur ta shohin atë aparat, është pak problem. Kjo jo vetëm në Kosovë, por jashtë, sidomos moshë e reja. Flasim tash në moshë e re që është 20, 30, 40. Nuk ka qef partnerit ti ose i saj ta shef me një aparaturë, do të thënë kur të marrë me flajt. Edhe ata kanë pak rezistencë, do të thënë sa i përket terapisë, mirë për momentin kur e përdorin, do të thënë shohin benefitet.